Këtë të mërkur hyri në fuqi zbatimi i ligjit për amnistin penale, i cili u miratua nga Kuvendi më 18 qershor dhe u dekretua nga presidenti Bajram Begaj më 30 qershor. Në një proces që nisi që prej orës 8:30 minuta të mëngjesit, paralelisht në të gjitha burgjet e vendit, 553 persona u liruan menjëherë nga burgu, mes tyre edhe disa emra të njohur si Rozeta Dobi, sanitare e dënuar për vjedhjen e parave në banesën e ish zyrtares Alda Klosi, Erisa Fero, ish punonjësa e Akshit e dënuar për kanabis. Ndërkohë, 863 të dënuar të tjerë përfituan ulje dënimi. Në total, 1416 persona të dënuar përfitojnë nga amnistia. Bëhet fjalë për të dënuarit me vendim të formës së prerë deri më 31 maj 2026. Nga amnistia nuk përfitojnë të dënuarit për vepra të rënda penale si vrasja me dashje, krime kundër njerëzimit, krimet seksuale, trafikimi i qenieve njerëzore, si dhe të gjitha çështjet që trajtohen nga SPAK ose që janë gjykuar nga GJKO.